Kjo video dedikohet tokës. Fakte mbi tokën, lidhen me tokën dhe si të fitojmë një zemër të artë. Sepse në shqip kemi zemër, në rusisht kemi zemël, që do thot tokë. Heart është zemër në anglisht. Earth do të thot tokë. Në qoftë se ti lidhesh me tokën, do të thot që ti do të fitosh një zemër të artë. Pra çakra jote e zemrës do të fuqizohet, që do të thot një shëndet më i mirë. Thuhet që toka ndodhet në zemër të universit. Në diturinë nordike, për shembull, këtu e quajnë Midgarden, domethënë ndodhet në mes të botës së poshtme, të botës së sipërme, parajsore. Trupi është një zgjerim i tokës. Edhe kur vdesim apo jo, shpirti, si më thënë, del, por trupi i rikthehet përsëri tokës. Toka shihet si një perëndesh. Perëndesha Budevi, Bumi në sanskritisht, që lidhet me shqipen, Bim. Duhet të respektuar jo vetëm në ditën e tokës që është sot 22 prill, por çdo ditë. Mënyra më e thjeshtë për të lidhur me tokën është tokëzimi, kemi thënë. Rikëm spathur 5 minuta çdo ditë, gjë që pastron dhe fuqizon aurën tënde, ul stresin, ankthin, përmirëson gjumin. Le të përmendim një shkrim shumë të bukur nga eposi Piti që tregon për tokën. Dikush nuk e zotëron tokën duke vendosur një shtëpi mbi të, duke bler atë, duke trashëguar atë, ose duke shpërngulur, shfarosur pronarin e saj të lishëm. Dikush e zotëron tokën duke u rrënjosur, integruar siç duhet në dhe me të. Edhe atëherë është ende e dhënë me qira nga hynia. Një fakt tjetër mbi tokën është se nafta konsiderohet si gjaku i tokës dhe në qoftë se neve blejmë naftë, paguajmë aty që blejmë naftë, kjo nuk është mjaftueshëm dhe ti nuk po ja jep tokës, po ja jep njerëzve që e shfrytëzojnë këtë gjë. Toka nuk ka nevojë për para. Vetmja mënyrë që ti mund t'ia kthesh tokës këtë borxhin që ti merr jo vetëm nga nafta, por edhe nga ushqimet që toka i prodhon, për të cilët ti merr energji dhe ke energji jetësore për të funksionuar në këtë botë, borxhin ti tokës nuk ja kthen me lek, po ja kthen me sjelljen e duhur, duke thënë mirënjohje ndaj tokës. Me z. Thuash pra mantrat, për shembull, me një shenjë dhe posturë të përulur dhe të qëndërzuar, jam mirënjohëse ndaj tokës që po më mban. Një fakt tjetër i rëndësishëm që lidhet me tokën që njerëzit akoma nuk e kanë marrë vesh është se në miniatur toka tregohet simbolikisht me një lop. Gaia, perëndesha e tokës, do thot Gau. Toka do thot Tekau. Do thot në fakt edhe shqis në sanskritisht, Gau. Pra neve kur keq trajtojmë lopët, automatikisht shqisat e tua nuk do të bëhen më të shquara, nuk do të funksionojnë mirë, do kryesh veprime pa logjik, që do thot karme keqe, që do thot vuajtje. Pra lidhja me tokën neve na ndihmon, na jep logjik, mirënjohje nënës tokë, Budevi.